Nëse Bashkia e Kamzës nesër do t'ju jepte një buxhet me X para për t'i shpenzuar, për t'i investuar diku, për rinin, flasim gjithmonë. Ku do t'i shpenzonet? Patjetër që në nisma rinore. Gjithmonë investimi do jetë për rinin. Po, ka një drejtim apo sektor specifik se ku? Unë mendoj tek OJF-t, pra organizatat jo fitimprurëse. Mendoj që janë goxha gjithëpërfshirëse në pjesën e rinis. Unë për shembull kam kandiduar në Këshillin Kombëtar Rinor dhe kam pasur që të has shumë me pjesën e organizatave jo fitimprurëse dhe më kanë ndihmuar goxha. Por për të bërë çfarë? Personalisht, është një nga projekte që unë e kam propozuar në Bashkinë Kamës për buxhetin e viteve të ardhshme, është krijimi i klubeve ose grupeve nëpër gjimnaze, për të ofruar një suport emocional, por pa rënë pre e stigmës. Në kuptimin që, sot do të flasim, kemi një podcast. Ti do më shpresh shqetësimet e tua dhe unë si një e re, që kam pak më shumë informacion në një fushë të caktuar, do të ndihmoj në këtë gjë. Dhe kjo mund përfshihet terapia e artit, mund përfshihet leximi i një libri, shkrimi. Pra në drejtim të socializimit të të rinjve është fokusi kryesor. Vajza, dua t'ju falenderoj shumë për praninë tuaj sot në programin tonë të mëngjesit. Uroj që të keni vullnet dhe pasion për t'i çuar përpara nismat tuaja dhe të mos dorëzoheni kur kauzat janë për rinin janë gjithmonë të mira.